Dhe Kosova ka nevojë për Partinë Demokratike dhe është jetike që Partia Demokratike t'jesë pjesë e qeverisë. Besoj vizionit Partisë Demokratike të Kosovës, i kam gjithë pothuajse njerëz që i njoh, shumica prej tyre dhe kam rrugtu bashkë me ta. Dhe me Partinë Demokratike të Kosovës është parti e cila ka dëshmuar veten, është një parti shtetformuese. Lideri i saj ka vizion dhe ai vizion duhet të jetë në të mirën e qytetarëve. Dhe Kosova ka nevojë për Partinë Demokratike dhe është jetike që Partia Demokratike t'jesë pjesë e qeverisë. Ka mendu dhe mendoj që muj me jep kontributin tim me këta të cilët kam rrugtu shumicën prej tyre edhe gjatë luftës. Dhe më ban muni më i përgjithshëm të vazhdoj rrugën dhe mos ndalem për asnjë çast, sidomos kur është çështja e sigurisë Kosovës, mirëqenia e qytetarëve, për vlerat e luftës. Do ta ketë vlerat e luftës një ligj, i cili ligj i ban gjithë ata që kanë qenë pjesë e luftës, muni krenar, që kanë qenë pjesë e asaj kauze dhe që kanë jep kontributin e saj. Nuk duhet ke pjesë nënçmohet, nënvlerësohet dhe mos të ketë shteti një kujdes për ta. Një çështje, një padrejsi më e madhe që është i bën liderëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Edhe vetë luftës të QK-s. Kretë çka jemi ne të bën, për vullnetit mirë, për asaj ndjenjes që me kthy vëmendjen e gjithë opinionit, duke marrë pjesë në demonstrata, në protesta. Mi ngrit zërin që nuk po kërkojmë asgjë më shumë as më pak përveç një liri. Domethënë një diçka, një drejtësi caktuar, një drejtësi që e meriton, jo një drejtësi selektive. Kjo është diçka të bën që është e pa president, është diçka që nuk u dash me ndodhë në shekullin e 21. Një drejtësi selektive. Ne si PDK mendojmë që shteti do të më bëjë më shumë. Edhe me ardhen në qeveri të Partisë Demokratike të Kosovës do të bëjmë shmas që të ketë një vëmendje më të theksuar, më të fuqishme, më të domosdoshme të përcjell hap pas hapi këtë gjykatë. Unë besoj në pavajsinë e tyre. Qysh besoj edhe në pastërtinë e luftës, që viti 2026 ka me qenë triumfues. Kanë me ju kthy familjes, kanë me ju kthy Kosovës, kanë me ju kthy procesit aty ku kalon, sepse prej që në shku në Hagë, procesi i Kosovës ka ngel në gjitha hapat e domosdoshme që u dasht me jetë bashkë me kohën, bashkë me ndërkombëtarët.